Përshëndetje dashur miq të Antena Televizioni, kthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar në fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Nuk do të flasim konkretisht mbi politikën e brendshme, mbi atë çfarë ndodh me thashethemet e kësaj të situate politike në Shqipëri, por do të flasim për diçka më të rëndësishme, për një luftë që ishte një luftë e shenjtë, një luftë për liri ku ushtarët e UÇK-s, ku intelektualët e Kosovës, ku qytetarët e Kosovës derdhën gjak për liri. Derdhën gjak për liri, por mbas kaq vitesh, shikojmë që në Hag po bëhet një padrejtësi. Një padrejtësi e cila gati 3 vite, e cila është shënjuar dhe akoma nuk po merr fund. Ditën e dieshme, në fakt, ju desh deklarata e krahut djathtë të Albright, James Rubin, i cili në fakt jo vetëm shokoi gjykatën e Hagës, jo vetëm shokoi armiqtë e faktorit shqiptar në Ballkan, por tronditi dhe gjyqtarët. Foli për generalët e UÇK-s apo ata të cilët drejtonin UÇK-n. Foli për të vërtetat që CIA kishte komunikim edhe me Haradinaj, por dhe me Thaçin. Foli për atë se çfarë përfaqësonte UÇK-ja dhe foli për atë se çfarë dinin amerikanët për UÇK-n. Do të them një pastrim, jo se ka nevojë UÇK të jetë e pastër. Në fakt UÇK-ja vetë lufta që ka bërë tregon për vlerat që ka dhe për atë se çfarë arriti. Por në fakt edhe në luftën e brendshme në Kosovë, por edhe se çfarë kanë fabrikuar armiqtë tanë. Kanë dashur ta bëjnë pjesë luftën e UÇK-s, kanë dashur të bëjnë pjesë generalët e UÇK-s, qoftë Hashim Thaçin, qoftë Jakub Krasniqin, qoftë Recep Selimin, por dhe Ramush Haradinaj, njeriu i cili në fakt ka vajtur në Hag, është përballur, edhe është ndaluar disa herë, edhe për shkak të një inati që kanë serbët, që ai ka qenë një nga komandantët e terrenit, i cili fatmirësisht është akoma gjallë, dhe ka qenë një prej njerëzve i cili i ka mbijetuar shtetërrethimin që kanë bërë forcat serbe, i ka mbijetuar sulmeve që kanë bërë apo kurtheve që kanë bërë forcat serbe, kur tentonin të shtypnin Kosovën me armë. Kjo është situata në fakt që ndodhi ditën e dieshme në Hag. Shqiptarët u ndjen të lehtësuar, shqiptarët u ndjen të plotësuar, shqiptarët ndjen mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës për një situatë ku padrejtësia nuk po merr fund. Këtë do të diskutojmë në fakt me një prej të ftuarve i cili në fakt e ka prekur Kosovën, e ka prekur shumë, pavarësisht se nuk flet shumë për këto çështje, ka folur pak, ka dhënë shumë për Kosovën edhe si trung familjar, të paktën ato informacione që kam unë. E kam kënaqësinë të kem studio për herë të parë, në fakt ne gjithmonë kemi diskutuar për politikë brendshme, por tashmë do të diskutojmë për atë që është më e rëndësishme për UÇK-n dhe për luftën e Kosovës. Azgan Naklaj, Azgan, kënaqësi. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta, gëzuar studion. Rofsha sa. Keni bërë një vepër të madhe, do thoja unë, sepse na jepni mundësinë që të përcjellim tek publiku fjalën tonë. Nga vendin nga unë, nga Malqia Gjakovës, është shumë e çmuar fjala dhe ka një postulat mos dekt fjala. Mos dekt fjala, është vërtet. Kështu që e filluat emisionin me UÇK-n. Unë për vetes kam fol asnjëherë, sepse gjithmonë jam i prirur të jem modest, sepse madhështia gjynjëzohet përpara modestisë. Por edhe familjarisht, edhe si Malqia Gjakovës, kemi kontribut të çmuar, jo vetëm tani, por në tërë historinë tonë, në betejat për liri, e shlirim kombëtar. Sigurisht, gjë ka qenë kthese e madhe. Ka qenë kthese e madhe, themi, sepse përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse ai nuk folis thjesht si James Rubin, po ai sot ka bërë deklaratë tjetër, sot ka thënë që jam konsultuar me Departamentin Amerikan të Shtetit, që do të dëshmoj dhe ka vite që po përgatitem të dëshmoj në Hag. Ka deklaruar që të gjitha akuzat janë të fabrikuara nga shërbimet sekrete ruse dhe serbe, pra slave. Sot ka bërë një deklaratë për mikun tim Adem Demaçi, i cili deklaroi o pavarësi o do të vdesim të gjithë. Pra, kjo do të thotë që betejë e ushtrisë shlirimtare të Kosovës ka qenë një betejë, një betim solemn për jetë apo vdekje. Në këtë momente po sjell 4 vargje lapidare të poetit madh të Malqisë Gjakovës, Hamit Alis. Mos mashaj barbar lahutën,
se unë kur se kam dash luftën. S'kam dash të këngë me pushke gjak, gjersa mësole varin në Prag. Ushtria shlimtare e Kosovës ka qenë e detyruar të luftoj dhe në bashkëpunim me NATO të realizoj ëndrrën shekullore, prej 6 shekujsh, pra prej 600 vjeç, për liri e pavarësi të Dardanisë antike. Po e them Dardanisë antike, sepse emri Kosovë nuk është emër shqiptar. Po. Ta ka shpjeguar dhe më së miri ish presidenti Ibrahim Rugova, e ndaj unë po të dhuroj një libër, të ripunuar shkencërisht, jam Dardan i Malësisë së Gjakovës. Rov Shazgan, që na i mbush studion me libra. Po të dhuroj edhe i libër tjetër, që kjo është moto e gjithë shqiptarëve, veshtrim historik analitik rreth shtetkombit shqiptar. Rov Shazgan, dhe të falenderoj Pra, shumë. beti- Tani keni të dyja këto libra, mund t'i gjeni dhe në bibliotek, mund t'i gjeni dhe në Sigurisht në gjitha bibliotek. Në gjitha Edhe bibliotekat, gjitha kështu pikësitë. që kjo është e rëndësishme. Jam Dardan i Malësisë Gjakovës nga Zgan Aklaj dhe vështrim historik analitik rreth shtetkombit shqiptar përsëri nga Zgan Aklaj. Pra, kam shkruar 14 libra, këto dyja janë ripunim për të ribotim të plotësuara me dokumente shkencore. Pra, betejë e ushtrisë shlimtare shqiptare, pra e Kosovës, ka qenë një betejë historike për jetë vdekje dhe kanë qenë të inkuadruar gjem nga gjitha hapësirat etnike të trojeve shqiptare dhe nga diaspora. Sigurisht që ushtria shlimtare e Kosovës ka përsërit epopenë e lavdishme të lidhjes shqiptare të Prizrenit, sepse për herë të parë, qysh nga koha e Skënderbeut, shqiptarët startuan në lidhjen shqiptare të Prizrenit me një platformë qartë politike, administrative, pra një komb, një shtet. Dhe është nënshkruar triumfi i lavdishëm i ushtrisë shqiptare në rrasat e Kosharës, pra mbi 2300 metra mbi nivel deti kanë bërë betejat historike të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe në shem kufit mes shqiptarëve. Pra, ashtu siç është shkruar Kurani mbi rrasat në qabe, ashtu është nënshkruar betejat e ushtrisë shqiptare të triumfit saj mbi ushtrit slave, sepse kanë qenë të inkuadruar serbës, rus, ukrainas dhe ka qenë një fitore historike. Tani, ata nuk hoqën dorë për ta majtë peng Kosovën, edhe pse u shkrua në qershor të vitit 1999, pra me 12 qershor hinë forcat triumfuese NATO-s dhe të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe pse u shpall pavarësia më 17 shkurt të vitit 2008, përsëri serb nuk hoqën dorë për ta majtë peng Kosovën dhe zgjodhen këtë platformë për të përbaltur dhe më në fund me akuza falso, me akuza të fabrikuara nga shërbimet sekrete ruse dhe serbe, quan në bankën e të akuzumëve, tash 5 vite drejtuesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. E thatë me të drejtu, zoti Haradian, e kalorës i Liris Dardanë, dëshiroj ta quaj unë, ka bërë betejë 8 vjetë, 2 herë në Hag dhe në Kolmar të Francës, dhe ka triumfuar, pra ka certifikuar kauzën e drejtë të luftës së Kosovës dhe të ushtrisë shqiptare. Tani, më vjen shumë mirë që në vitin 1998, në qershor 98-s, u certifikua ndërkombëtarisht ushtria shqiptare e Kosovës, e njohur nga buldazeri i Ballkanit, pra si ushtri e rregullt, dhe tani poshtë janë amerikanët që e pranojnë që ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka bërë krime. Pra James Robin është një nga personazhet më të rëndësishme, sepse është personazh i terrenit, është personazh i luftës, kishte kontribut të çmuar se ishte edhe ndihmës sekretar shteti, por edhe zëdhënësi i departamentit amerikan. Që një për njerëzve më të rëndësishëm të Albright. Më të rëndësishëm dhe edhe motra, edhe shoqja kanë qenë aktivistë të shqura të drejtave të njerëzit në botë. Kjo është shumë e rëndësishme pra që tashmë James Robin ka folur hapur, dëshmoi edhe që para luftës kishte... Është një mesazh i qartë që SBA-ja është pro Kosovës dhe UÇK-s në këto momente, Azgan. Ishte një mesazh i prerë. Siç thash, buldazeri i Ballkanit Holbrooku njohu UÇK-n, tani ata certifikuan pastërtinë e luftës së UÇK-s. Pra doli në dritë e diellit dhe tani po përplasen 2 botë. Po përplaset bota shqiptare me botën slave dhe në krahun e botës shqiptare janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata të cilët kanë qenë që në kohën e Wilsonit Madh, që në vitin 1919-1920, pas përfundimit të luftës së parë botërore në 1918, ku Wilsoni pra mbrojti qenien e kombit shqiptar, që pastaj pas luftës së dytë botërore, pastaj në 1974 Nixoni kërkoi Titës dhe Tita u detyruar të pranojë autonominë e Kosovës dhe kemi Bill Clintonin
që sulmon Slobodan Miloševićin dhe kemi George Bushin që vullos pavarësinë e Kosovës. Pra, në të gjitha kohrat ne kemi qenë ose më së qartë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë në krah të shqiptarëve. Dhe ne me besabes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi realizuar atë ëndër të madhe shekullore, të mos i kthehemi edhe herë, pra 600 vjeçare. Mirë po, gjatë gjithë kësaj periudhe ka patur një përpjekje edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, për të institucionalizuar anti-amerikanizmin. Të para se të kaloj të kjo përpjekje, fakti që James Rubin foli fjalë me superlativa për Hashim Thaçin si e pat, sepse në fakt në Kosovë Hashim Thaçi është goditur shumë edhe nga kundërshtarët politik, por në një moment që janë bërë shumë akuza ndaj Hashim Thaçit. Fakti që Amerikanët folën edhe për shkakun që tashmë UÇK-ja tha, pra nuk veproj me një dorë të ekur, tha ndër të tjera James Rubin. Komandantët e UÇK-s kishin momente që nuk e pyesin as Thaçin. Kjo është një gjë e vërtetë që ne e dim. Fakti që në këto momente edhe Amerikanët kalojnë në krah të Thaçit, është ky një mesazh i fortë? Ky është një mesazh i qartë. Hashim Thaçi nuk shtohet për çështja individit Hashim Thaçi, por Hashim Thaçi, Recep Selimi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Ramush Haradinaj, e të tjerë që kanë qenë edhe të tjerë, por këta janë njerëzit që kanë kontribut të jashtëzakonshëm. Se kemi edhe 2 komandantë që janë dënuar gati 20 vite. James Rubin tha shkoqur para luftës, CIA kishte komunikim me Ramush Haradinaj. Unë detyrohesha të shkoja disa herë në terren të takoja Hashim Thaçin. Pra ai foli qartë, shkoqur dhe dëshmoi kontributin e tyre të pastër dhe tha nuk më rezulton që ushtria shërbimtare e Kosovës të ketë bërë krime, por Serbia ka bërë krime në Kosovë. Është krejt e kundërta. Pra, ai ka çmentuar të gjitha këto akuzat që janë bërë nga drejtuesve të ushtrisë shërbimtare. Tashi, ky është i paradoks shumë i madh zotëri. Radio Gjiçi është i lirë dhe Hashim Thaçi është në burg. Madje ka 5 vite. Radio Gjiçi vazhdon skenaret e Rusisë e Serbisë dhe të Vučićit, zëdhënësit dhe ministrit të informacionit të Miloševićit, dhe Hashim Thaçi me drejtuesit e ushtrisë shërbimtare është në akuzë tash 5 vite me dëshmitar të fabrikuar nga shërbimet ruse serbe. Po kemi edhe komandantë të dënuar. Është njësoj si të marrësh George Washingtonin e ta dënosh tani pas vdekjes, Garibaldin, Simon Bolivarin, të gjitha ata që kanë organizuar çlirimin e kombeve vetveta. Pra, kështu është tani. Të çosh në burg Hashim Thaçin, të quash ushtrinë çlirimtare të Kosovës, ndërmarrje e përbashkët kriminale, s'ka gjë më fatale zotëri. Dhe tani të dënosh Hashim Thaçin, të dënosh drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, do thotë ta çosh ta dënosh Rambujen, ta dënosh shpalljen e çlirimit të Kosovës, ta dënosh firmosjen e Rambujes, ta firmosh shpalljen e kushtetutës së Republikës Kosovës, pra ta dënosh vetë historinë. Të thuash si janë dënuar, e kanë çliruar disa kriminal. A e kupton tani sa rënd ka luajtur Rusia dhe sa rënd ka luajtur Serbia? Pra, kjo është një ndërmarrje e përbashkët kriminale e slavëve me inkuadrimin e platformës së tyre të botës slave kundër botës shqiptare. Kemi bërë shumë debate bashkë në studio. Të pa të thënë zotëri, janë po përplasin 2 botë. Bota slave me botën shqiptare. Vučić ka thirrë 6.000 slavë dhe ka shpallë botën slave. Dodiku është në akuzë, është nën grata dhe ka dekoruar zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Stojkovićin, i cili nuk pranon Kosovën, i cili quhen heroj ushtarit i Vučićit, i cili është dekoruar nga Dodiku. Dhe tani paradoksi është se kryeministri i Kosovës, jo vetëm që nuk mbështet ushtrinë çlirimtare, zoti Albin Kurti, por i fut thik pas shpinën dhe ushtrinë çlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut, i cili fabrikon vlenin për të goditur BDI-n. Dhe thot gjua shqipe s'ka qenë kur gjuhë shqiptare. Para se të kalojmë se janë të ndërlidhura këto. Të ndërlidhura, po këtë do të pyesja, të ndërlidhura do të pyes. Pezullim i dialogut Shtetet Bashkuara të Amerikës Kosovë. Çfarë simbolizon për Kosovën kjo në këto momente?
Se me këtë do ta lidh, nuk do ta Pezullimi shkon me lëvizje tjetër që ka deklaruar sot prap Xhem Shubin. Xhem Shubin thotë që ne kërkojmë bashkëbisedues të sakt, adekuat dhe partner adekuat në Kosovë, që nuk destabilizojnë rajonin. Tani zotëri, ç'është destabilizimi? Dhe ti kthehet që kanë lidhje me njëra tjetrën. Albin Kurti ka ardhur me tezën e bashkimit kombëtar. E ka përçar bashkimin kombëtar. I ka përçar shqiptarët në luginën e Përshevës, i ka përçar shqiptarët në Malzi, është përpjek të fut rëndet në Shqipëri dhe s'ka mundur, i ka përçar shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe ka shpik idenë e kosovarizmit, zotëri. Kombit kosovar. Kjo është shumë e rëndë. Pse është shumë e rëndë? Sepse ideja e kombësisë kosovar apo kombit kosovar vërteton thënjet akademikëve serb se shqiptarët janë serb të turqizuar. Pra shkon fiks në filozofinë e Serbisë. Tani në operacionin Patkoj të Miloševićit, janë shpërngulur rreth 800.000 vëllezër motra nga Kosova, është bazuar të Çubri Llëriçi, i cili ishte antar i bandës, është pjesë e vrasjes se shfarosja Arnautëve, shfarosja pika shqiptare dhe shfarosja Arnautëve. Po. Dakor? Në 1878 kemi shpërnguljen e parë nga fshatrat e Sanxhakut. Në 1913 kemi shpërnguljen e dytë. Kemi shpërnguljen e fundit të popullit të Kosovës. Pra, janë 3 shpërngulje të rënda, të cilat kanë ardhur si rezultat i marrëveshjeve që ka bërë Serbia me Turqinë në 1937, 1952 Rankoviçi fatkeqësisht me Ahmet Çubrelliun, ministrin e jashtëm të Turqisë, 1962 dhe për të ardhur pastaj tek shpërnguljet e fundit që do të jenë shpërngulje publike 1998, 1999, gjithashtu ardhëm në çlimin e Kosovës. Dhe tani pse i thash këto fakte? Sepse shqiptarët nuk do të harrojnë. Janë shumë pak vite për të harruar se kush e ka sjellë lirinë. Liria ka një emër, zotëri. Edhe emri i lirisë është UÇK. Në qoftë se dënohen drejtuesi të UÇK-s, është dënuar UÇK-ja. Është vërtet, është lidhet me Kosovën. Lidhet me Kosovën dhe kjo është shumë e rëndë. Shqyrë Zotit që jemi përpara dy zgjedhjeve shumë të rëndësishme, me 12 tetor në Kosovë dhe me 19 tetor në Maqedoni. Dhe unë prej këtuj, shumë shqiptarisht, e shumë vllaznisht, u bëj thirrje shqiptarëve të Kosovës, e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, të bëjnë një referendum për shqiptarizmin. Kush ka kontribut për shqiptarizmin zotëri të marrë votën? Sepse ka arkuar akteve. Shqiptarizmi ka akt. Jo jam shqiptar i madh dhe të bëj gjitha veprimet që i kërkon Rusia, Serbia, sepse betejë e madhe është në Shkup. Asgan kush po i bën betejë e madhe është në Shkup? Po, ta shpjegoj. Se çfarë po ndodh në Shkup konkretisht? Ne shikojmë që edhe në koalicionin Vlen ka pasur një çarje. Sepse publikisht në mediat shqiptare është shumë pak ka qarkuar. Arben Taravari së bashku me grupin e vet është larguar nga qeverisja dhe është bashkuar me Ali Ahmetin. Arben Taravari e kuptoi që ka bërë lëvizje të gabuar. Sema i la pushtetin më Asgan. Po pra, e kuptoi që ka bërë lëvizje të gabuar dhe e thirri piskama e shqiptarizmit zotëri. Thash po përplasen 2 botë në Shkup. Bota shqiptare me botën slave. Ka një vendim të Parlamentit Evropian që ka avancuar bota serbe dhe është rrezik për sigurinë në rajon. Çfarë ndodh në Maqedoni? Po pritet kjo po ndodh pra. Në zgjedhjet e kaluara, kur debatuam bashkë në një televizion tjetër për Vlenin dhe për BDI-n, të pata thënë që Aleksandr Dugin, shiltari, truri i Putinit, ka qenë 2 herë në Maqedoninë e Veriut, madje është krijuar edhe një parti si partia e Putinit. Për t'i bërë dëm Ali Ahmetit. Të pa ta thënë që Albin Kurti deklaroi që gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare dhe i futi thik pas shpinë pikërisht gjuhë zyrtare, gjuhë shqipe në Maqedoni, aty ku është bërë kongresi i Manastirit, ku është bërë unifikimi i gjuhës shqipe. E mbështeti Vlenin për të coptuar pikërisht për të goditur arritjet e BDI-s. BDI-ja ka arritje spektakolare në Shkup zotëri. Gjuha shqipe gjuhë zyrtare, flamuri shqiptar, mori kryeministin e parë shqiptar, kryetarin e parlamentit, disa gjysmën e qeverisë shqiptare, avokatin e popullit, kryetarin e gjykatës kushtetuese, kryetarin e gjykatës. Pra, ka patur arritje të jashtëzakonshme dhe strategi i luftës, arkitekti i paqes Ali Ahmeti arriti të institucionalizojë shqiptarizmin aty. Pra të bëj pjesë të strukturave shtetërore shqiptarizmit, sepse gjithmonë shqiptarët janë marrë për kusur aty.
sepse gjithmonë Gruevski ka fituar 61 mandate dhe këta kanë qenë thjesht, edhe pse kanë qenë koalicion, nuk kanë arritur. Pra, i kanë dhënë fund, BDI-ja i dha fund qeverisjes monoetnike. Pra, sepse ka patë një qeveri, dashmëri ku ja i merr të gjatë 2 mandate, ndashmëri 22, ndash 21 ishin kotat, ishin numrator. Dhe çfarë më u zhbet gjithçka arritur gjë tani. A ekipat që kanë hequr edhe presidentja Maqedonisë Veriut, edhe kryeministri i Maqedonisë Veriut, nuk e përmend fjalën Maqedoni e Veriut, por Maqedoni. Pra bën shkelje të rëndë kushtetuese. A ekipa veprimet, zotëri, ka parë dhe me gjuhën shqipe. Ai po me gjuhën shqipe. Ata matën forcat e nuk arritën, sepse ata kishin llogaritur që me vendim gjykatës kushtetuese të rëzonin marrëveshjen e Ohrit, të rëzonin që duke rëzuar gjuhën shqipe, falni, rëzonin marrëveshjen e Ohrit, të rëzonin marrëveshjen. Se nuk po dihet me xhiti i Vlenit. Kush? Me xhiti, zot me xhiti. Me xhiti doli deklarat thash preket flamuri shqiptar e ke pa. Nuk preket flamuri shqiptar dhe ka bën flamurin zvarr. Këto janë deklarata që kanë qef të bëjnë thjesht për populizëm, por nuk i qëndrojnë deklaratave. Zotëri, është moment historik shqiptarët e Maqedonisë Veriut të votojnë Frontin Evropian për integrim. Është jetike që shqiptarët e Kosovës të votojnë opozitën. Si? Janë në një aleancë me të shkuptoj. Po, aleanca me madhe pra. E gjitha kohëve është aleanca kombëtare e evropiane për integrim. Dhe unë jam i bindur se do të ketë një fitore spektakolare. Sepse edhe në zgjedhjet e kaluara, Partia Bashkimi Demokratik për Integrim doli forcë dytë. Dhe pastaj me makinacione i hoqën një mandat për të patur, sepse rezulton në 30.000 vota më pak se LSDM-ja, dhe për ta marrë sipas kushtetutës drejtorin e televizionit publik, prokurorin e përgjithshëm dhe kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra, ndonë se ishte me 18 mandate, baraz me LSDM-n, për shkak se LSDM-ja kishte 30.000 vota, sepse ajo doli forcë dytë politike. Dhe gjithë kjo goditje ka qenë e mirë organizuar që nga Albin Kurti, që nga shërbimet e uja, serbe, slave, kundër Aliametit. Ata deklaruar, zotëri. Çfarë ka Albin Kurti me Aliametit? Albin, po sepse janë në projektet Aliameti ka 40 vjetë, zotëri. 2 herë i dënuar me vdekje. Ka 40 vjetë, zotëri, që i kontribon për çështjen e kombëtarëve shqiptar. Është një nga figurat kryesore të ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe është komandanti i ushtrisë shkrimtare kombëtare për Maqedoninë e Veriut. Pra sot është moment ndërgjegjësimi, është moment ftillimi. Shqiptarët duhet të ftillohen pse duhet votojnë, të lanë me njërin merit. Sot na tret koha, zotëri. Dhe LSDM-ja e vëmërohet dhe pëneja kur vjen koha, kur vjen momenti për Maqedoni, për Maqedonës e për shqiptarët ta bëhen një. Tani Vleni për çka ka shërbyer Vlenit? Vleni për çka ka shërbyer? Me godit pjesën shqiptare dhe me godit arritjet e shqiptarëve. Prandaj shumë e rëndësishme shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të mbështesin opozitën në Kosovë e njëkohësisht opozita e Kosovës të mbështes BDI-n në Maqedoninë e Veriut. Ne kemi 2 momente kyçe, 2 momente kruciale do thoja unë, është 12 tetori dhe 19 tetori, sepse tashmë në kutitë votimit shqiptarët do përcaktojnë fatin e vet. Me shqiptarizmin e me Amerikën, apo përsëri në sundimin e slava-maqedonësve, në sundimin e slavo-rusëve. Zotëri, a e kupton çfarë përpjekjesh po bën Putini për ta marrë nën kontroll Ballkanin? Por një gjë dia. Pranvera që vjen do të gjejë njërin të ri. Pas arrestimit të Sorosit, do bien të gjithta, udbashët, Putinët, putinistët, ta autokracitë. Po pse edhe këta me Sorosin janë? Të gjithë me Sorosin. Po tani e di si është çështja zgan se dëgjoj dhe Berishën që thotë mëngjesi deri në datë Soros. Si thotë Berisha? Sorosi më dëmtoi, Sorosi bën gjitha këtu. Zotëri. Para unë nuk bëj falëndrime, por ty po të bëj një falëndrim që ke bërë një shkrim mirë për Charles Mongonigalin, e kena trajtuar 10 herë bashkë në studio, e këto ditë ke bërë një shkrim shumë mirë. Ka qenë një grup i strukturuar Charles Mongonigal tu për të goditur opozitën shqiptare, dhe ky grup ka qenë në bashkëpunim me grupin tjetër për të goditur UÇK-n. Një dëshmitar nga një tjetër i rekrutuar nga këta Mongonigalet e Kosovës, është tërhequr nga Haga sepse është manipuluar, që qap dëshmi kundër Hashim Thaçit. Dhe unë kam informacion, sepse unë nuk flas pa informacion. Zotëri, të gjitha ata që po marrin peng demokracitë do bien. Do bien. Tani
E i ka Sorosi, si ka Sorosi është investitori i shoqërisë hapur. Në Ballkan, në Evropë, e tjera e tjera. Unë s'kam asnjë lidhje me Sorosin, shoqyrë që s'kam asë gjë, asë mje, asë këm lidhje fare me ta. Por ne nuk duhet të heqim dorën nga aleati i jonë geostrategjik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne nuk duhet të heqim dorën nga euroatlantizmi. Sepse a i ke dëgjuar këta autokratët që thonë sovranizmi? Ku kanë sovranizmin ta? Kur ishte lufta, ku ishin ta sovranët? Albin Kurti ku po gabon? Albin Kurti po gabon? Sepse në emër të sovranizmit. Dhe Albin Kurti është peng, zotëri. Albin Kurti ka qenë kundër firmosjes Rambërës, ka qenë kundër luftës. Këtë e thot edhe mentori ti politik. Ka qenë kundër firmosjes Rambërës, ka qenë kundër luftës. Dhe thani, është kundër ushtrisë shlimtare që ka për luftën. Ka ndonjë mbështetje qeveria Kosovës për... Aman Albin Kurti po thonë gjithë që ka marrë veriun. Kësi e ka marrë veriun? Çfarë ka realizuar në veri? E ka marrë, ka filluar ti analizoj veriun. Betejë në veri ka qenë për Trepçën, apo jo? Kush e ka Trepçën? E ka Albin Kurti, Vučići, apo kanë marrë anglezët? Kush e ka? Po, kush e ka për Trepçën? Kush e pse s'del Albin Kurti? Në vitin 2016 ka bërë privatizimin e Trepçës Ramush Haradinaj. Por kjo e ka shpall shtetërore, kjo nuk do të thotë se është realizuar qëllimi. Po hapi i parë, akti i parë është nga Ramush Haradinaj. Dhe betejë ka qenë për Trepçën zotëri. 100 vjet Trepça është shfrytëzuar nga një kompani angleze. Dhe pastaj shfaqin interesat e tyre, edhe India, edhe Franca, edhe Rusia, dhe lufta e Albinit me Vučićin për Trepçën ishte një luftë e stisur për të dhënë kartën nacionale njëri tjetrit. Çfarë kanë Trepçë? Kush e ka Trepçën? Çfarë kanë Mitrovicë Veriut? Po pasuri natyrore, po kush e ka Trepçën tani? A ka hi me ushtrinë në Maqedoni, në Mitrovicë Veriut? Ka hi me ushtri Albin? Po. Kush e ka bërë ushtrinë? Ushtria e ndihmon dhe Kfori, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush e ka bërë? Ramush Haradinaj, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, kryetar i parlamentit. Këta kanë qenë. Ky ka qenë kundër ushtrisë. Që tani delin burret me këtë ushtrinë që ka hi. Ka qenë kundër zotëri. Akti që akte nuk ka ndodhur pra 2 shekuj, ka ndodhur tani. Pra, çfarë ka bërë ai? Çfarë ka bërë? A ka thënë do ta bashkoj? Do t'i bashkoj shqiptarët. Ai ka bashkuar. Madje edhe është tallur. Erdha të takohem me Kastriotin dhe u takova me Kastratin. E ka bërë këtë deklaratë apo jo? Po, e ka bërë të deklarat në një studio televizive për të thënë faktin që çfarë ndodh Shqipëri për të dhënë kontekstin e trarit që e pengon. Po, për të bërë kontekstin. E ka deklaruar disa herë, e ka nisur ende Hekurudhën. Ka 20 vjet që ne po luftojmë për korridorin Adriatik-Alpe, Shëngjin-Gjakov, Prishtinë-Gjakov, Shkodër. Ka 20 vite. Që është thënë her pas here, po do bëhet rruga Bregudrinit, po do bëhet. E ka nisur, ende se ka nisur, vetëm fjala fjalës, pa fjala fjalës. Me çfarë do ta shohim si të dalë zgjedhja? Populli nuk guxon tani me gabu. Albin Kurti e ka ngri marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I ka çuar pikën zero zotëri. A mund të thishë ti i çliruar pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë besoj që jo. Absolutisht. Po s'ka shqiptar që beson që ne mund të çliroheshim pa mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Do ishim gati duke luftuar. Madje unë mendoj në kontekst historike ne do mos kishim Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund të kishim fatin e kurdëve. Absolutisht. Fatin e kurdëve. Absolutisht. A ka gjë më fatale se sot kur kërkohet bashkimi kombëtar, të bësh një çmikje tjetër. Shteti i Bektashi. A ka gjë më absurde zotëri? Ose ajo që dështoi zoti Rama me ata lëvizjen e madhe që kishte para dokosh. Tani pyet diellën ai e ka zgjidhur muhabetin, tani s'ka më diella, të lutem, ana duhet shteti Bektashit i thot inteligjencë artificiale, i kthen ajo përgjigjet. Po të duhet se ti do luftosh korrupsionin. Zotëri, shqiptarët e din shumë mirë dhe kushdo që ka 2 gram tru e din shumë mirë që ajo është një shkelje rënd kushtetuese, në të cilën është përfshirë dhe presidenti i Republikës, e din vetë ai se si ka interpretuar kushtetutën. Sepse kushtetuta thotë ministri duhet të jetë shtetas shqiptar, e jeton në Shqipëri. Po, diella do jetë kryeministri Rama. Po pra. Ai ka qenë ministri i jashtëm edhe kryeministër. Tani do bëhet ministri i inteligjencës artificiale dhe kryeministër. Po mirë, me pa të thënë, pa të debatuar edhe për nëngratën. Të pa të thënë që nuk hiqet nëngrata apo jo? Po. Asnjëherë. Të pa të thënë. Nuk hiqet, po nëngrata mori 50 mandate. S'ka rëndësi sa për nëngrata mori. Nëngrata hoq ashtu a nuk u hoq. Gje filloi procesi gjyqësor.
Tani, të heqësh në gradën, do të thotë të godasësh drejtësinë që ke investuar vetë. Altin Dymanin e ftuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ja e ftuan, po iku mandati. Po s'ka rëndësi, vjen pasardhësi, mandati nuk është i përjetshëm. Po besoj që ka mallo asgran që mandati po ulet shumë goditje. O zotri. S'ka më goditje. Zotri ta thash, po ta them prerë se. E ke dëgjuar për pranverën arabe? Kam dëgjuar. Ë, të pranvera shqiptare, se do të ketë edhe disa gjëra, mund t'i them disa dhe s'mund t'i them. Se ai ka disa informacione. Por shqiptar ta kenë qartë që dyshja Rama Berisha kanë mbaru. Dakor, këtë do ta diskutojmë në një temë tjetër. Në një temë tjetër, po sigurisht. Kanë mbarë peng demokracinë shqiptare. Dakor, ti thua kanë mbaruar, po unë çdo njeriu që ja them të shpreh, asgam thonë, ore, po çfarë po thua, ata kanë njëri 83 mandate, tjetri 50 më thua kanë mbaruar, thonë. Edhe më shikojnë çuditshëm mua. E kupton, unë e them shpesh. Ai që të thotë ti. Ore e them unë për atë njerëzve, ka marr fund ata atë. Mos të zgjatemi të kjo temë që janë për temë tjetër. Ore zotri, të thuash, nuk i pranoj zgjedhjet se janë fars, por e pranoj mandatin tim. Kjo është rënë e fundit o zotri. Kjo është rënë e fundit. Dhe alatët tanë nuk kanë hallin e Ramës. Rama e ka aty Mogonigalin qaf. Si shpatën Demokleut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleat strategjik, dhe Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar, Brukseli, shqetësim kanë çlirimin e opozitës të marrë peng me mbështetjen e zotit Rama. Këtë do ta diskutojmë. Po, herë tjetër. Po, mirë ti për ta mbajtur tek Kosova. Por ti thua shqiptarëve, unë nuk i njeh zgjedhjet se janë fals. Siç kanë deklaruar të tjerët që do të rrëzojmë sistemin, e tash kanë mbet pa sistem, e nuk pranuan opozitën e bashkuar, që u kërkuan bashkë nga studia jote, ishin 25 parti, që të bëheshin bashkë, e të rrëzonim sistem. Po subrat tani, subrat, faj ngelet jeti. Po pra që ta lam për një debat tjetër. Po, do të bëjmë diskutim, kthehemi pak. Problemi, e dim që do të diskutosh të po diskutojmë çik këtë që është më e rëndësishme se ata i kanë mandatet. Tani po të flasim këtë që është për faktorin shqiptar në Ballkan. Mickovski apo sill jetë e Gruevskit në Maqedoni, apo është një vazhdimësi e politikës së tij. Flitej që më përpara Mickovski mund të ketë pasur apo partia kontrolloi nga Gruevski, bëri disa lëvizje të forta, kurse është rikthyer përsëri kemi parë në stadiumin e Shkupit thirrje anti-shqiptare. Kemi parë incidente ku janë goditur shqiptar, vetëm se kanë pasur dhe kanë folur shqip, kanë mbajtur bluzet me shqiponj. U godit një turist i cili u ngatrua, ai ishte i huaj në Maqedoni, vetëm se kishte një bluzë me shqiponj. Këto janë incidente. Këto janë incidente, po çfarë tregojnë këto? Këto tregojnë se në stadium nuk ishte incident, ishte ministri i Brendshëm, ishte vetë Mickovski, ishte kryetari i komunës dhe aty thritej shqiptari mirë, shqiptari vdekur, varje shqiptarin. Duke u bërë ndeshje basketbolli. E kam trajtuar një herë në studion tënde. Ke trajtuar po kjo ishte ngjarje e re pa. Ti kam trajtuar skenaret ruse, që nga përpjekja e Grushtit shtetit në Maltezi 2016. Po. Ka qenë tetori 2016. Pastaj kena 2017, janar 2017. Mbajtjen peng të Ramush Haradinit në Kolmar të Francës me një flet arrest të një etniteti që nuk qëndronte, pra një flet arrest të paligjshëm. Përgjakjen e Parlamentit Maqedonisë së Veriut me 27 prill të vitit 2017 dhe kemi shatrin këtu dhe përpjekjen për eliminimin politik dhe fizik të Lulzimbar. Skenar ruse kanë qenë. Tani skenarët rusë janë instaluar përsëri zotëri. Këto skenarë rusë janë për të destabilizuar rajonin. Dhe po të them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë ngulitur fort tani në Ballkan, nuk e lëshojnë me Ballkanin. Sepse nëse i marrim me radhë, qeveria në Maltezi, kryetari i parlamentit ka qenë pro-slav, madje ka marrë pjesë në fushatën e Vučićit, kryeministri ka qenë pro-slav, presidenti ka qenë gjysmë dhe qeveria gjysmë për gjysmë në Maltezi. Dhe ka patur një shqetësim të Shtetit e Bashkuara të Amerikës për avancimin e rusëve dhe të kinezëve. Zëvendës kryeministri i Malezi këto ditë, para pak kohësh, miku im Nik Gjeloshi ka patur një takim me drejtorin e FBI-s. Shumë e vërtet kjo. Ka qenë para një muaj, mos gaboj si takim. Po para se të shkonte, e di. Po ne ishim bashkë në Malezi. Ka pas një takim, janë bisedë. Dakor, po them informacionet që ka muzë, nuk po them që kanë informacionet që këtej. Pra, Malezi. Kemi me Dodikun mbaruan punë, se Dodiku donte ta ndante Bosnjën dhe të shkaktonte trazira.
Pastaj kemi Kosovën, periudhën e Kosovës, dhe përplasja kryesore, po kthehemi edhe herë, përplasja kryesore është në Shkup, zotëri. Ndryshimi i emrit Maqedonia e Veriut i ka kaputur ata dhe tentativa për të bërë pjesë edhe elementin bullgar, pjesë konstituive të sipas kushtetutës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dalin pastaj shqiptarët komuniteti i parë. Ky është problemi që kanë tani slavët për të penguar avancimin e mëtejshëm të Maqedonisë së Veriut, sepse thash suksesi ka qenë i jashtëzakonshëm gjatë qeverisjes së BDI-s dhe zotit Ali Ahmeti. Tani James Rubin u detyrua të thot hapur shqiptarëve në Hag, zotëri, kush janë alatët tanë? Pra sepse diplomatikisht nuk vëmër në vesh, a u a tha hapur. Ne që bara luftës kishim marrëdhënie me Ramush Haradinaj, me Hashim Thaqin, jetën gjëkan me Ali Ahmetin, zotëri. Pra, ai është zëdhënësi i politikës euro-atlantike. Po ta theksoj edhe njëherë, 2 herë ka qenë truri i inteligjencës së Putinit. Aleksandr Dugin, i cili që në 1997 ka bërë një libër politika geostrategjike e Rusisë. Dhe gjithë çfarë ka thënë ai, ka bërë Putinin në terren. Ka formuar edhe një parti, si partia e Putinit, pikërisht, a ke pa që bën një lëvizje arbëria, e thanë ne na për çështjen kombëtare, ne nuk merrem me politikë. Para 2 ditësh kanë bërë dekret, i bashkohemi Vlenit. I bashkohemi Vlenit. Po, i bashkuan Vlenit këta që duan me bë çështjen kombëtare, duan me realizu bashkimin kombëtar, tani i bashkuan Vlenit. Pra unë Vlenit po i them publikisht, zvlen. Vlenin e Sukamet pak gjak shqiptari. Nëse ka met pak, e theksoj edhe herë gjak shqiptari. I drejtojni drejtuesve të Vlenit? Drejtuesve të Vlenit të largohen nga e qeveri. Nga e qeveri që po bën ç'është mundur për të shkatruar arritjet e shqiptarëve të 20 viteve. Që nga marrëveshja e Orit dhe sot janë bërë shumë lëvizje. Dhe platforma e BDI-s ka qenë. Bilal Kasami shtet i paritetit e Barezitit. Bilal Kasami ka fut investimet për të bërë kishën serbën Tetov, zotëri. Kjo është shumë e rëndë. Bilal Kasami, zotëri, investitor të Serbisë, janë futur në Tetov dhe ajo po publiken nga Këshilli Bashkiak i Tetovës, më vjen shumë keq tani. Se ke këtë informacion? Jo, këtë informacion nuk e kam. Po ban këtë serbe që po pushtojnë Maqedoninë e Veriut? Ke këtë informacion? As të se kam. Të shumë të rënda pra. Ata bëjqen me platformë, zotëri, hap pas hapi. Prandaj thash, është shumë e rrezikshme platformat që kanë ata për të goditur elementin shqiptar. Prandaj sot o kur. Për liri për atyre dyve specifikisht apo gjithë Vlenit? O dërtojmë gjithë Vlenit. Në qoftë si ka mbetur pak burri, në qoftë si ka mbetur pak gjak shqiptari, në qoftë se ata nuk vazhdojnë të jenë peng të Meckovskit, të largohen me njëherë nga qeverisja. Të largohen me njëherë nga qeverisja. Sa më shumë të rrinë, aq më shumë dëm i bëjnë çështjes kombëtare shqiptare. Sepse në përsutje jemi gjithë patriot. Por kush e ka aktin për patriotizëm? Patriotizmi firmoset me akt? Me akt, është e vërtet. Po, flasim gjithë. Vepat flasim shumë se fjalë. Flasim, unë nuk kam natyrë të quaj tradhtar ata, heroik këta, po unë vlerësoj faktin, argumentin dhe aktin, zotëri. Aktet janë këto, faktet janë këto. Ne kemi arritur në pikën më të ulët të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me aleatin tonë, sa detyrohen në prag të festas zyrtare, mos të përshëndetin përfaqësuesit të institucioneve, por popullin e Kosovës. Më rastin e shpalljes së pavarësisë, a urën popullin e Kosovës, zotëri. Presidenti i Shtetit të Bashkuara uroi popullin e Kosovës. Shumë vërtet. Mirë, po këta kanë një gjë. Këta janë mësuar me marrëveshje. Hajtë se është Sorosi dhe bëjmë pazar. Me administratën Trump nuk bëhet pazar. U përpoq Vučići me të birin, pastaj shkojnë në Amerikë, erë në spital se i kapi zemra, u përpoq Rama me Sazanin, u përpoq ky, po përpiqet me çdo çmim të shkëpus një fjalë, një foto, zotëri, platforma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A e dëgjove dekretën e Trumpit? Sorosi është kërcënim i sigurisë kombëtare. I bëj thirrje drejtësisë të hap më njëherë procedurën penale, pra të ngrej akuzë penale ndaj Sorosit. Dhe partneri që kërkon bëhet partner zoti Rama i Shqipërisë, sot unë kam mik të përjetshëm Sorosin. A është kashëllak ky? Ti bësh kashëllak Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Është merr. Tani tjerë janë në Hag dhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës nuk mbështetin ushtrinë shlimtare. A kupton çfarë krenarie kombëtare ishte ajo pjesëmarrje masive në Hag? U tund Haga.
A e pave zërën brillant të Unionit Artistik Kombëtar Shqiptar Arif Vladin, për turma që ndezë. Pash aty atë e qavaj, s'kemi që i themi për Arif Vladit, si e ndezi. A ishte përfaqësuesi i Unionit Artistik Kombëtar Shqiptar. Me marshimin u qëkes aty, Marshë Qëkes. A kish shqiptar? Nuk ka fjallë, saj që gjoj më dridhet mishi. Zotëri, dua të bëj një vepër e të vdes, thot një shkrimtar i madh. Pastaj le të bëhet çfarë të doj. Këta djem, këto vajza, që ju kanë përgjigj thirrjes, Viktor Hykojnë e kam fjalën. Po, e kuptoj. Që është shkrimtar shumë i madh. Dua të bëj një vepër e pastaj le të vdes. Apo Napoleon Bonaparte që thot dekoratat më të mëdha ndaj meje janë plagë që kam marrë në luftë për atë dheun tim. Apo Aristoteli i madh që thot me shtrejtëseta ime, me shtrejtëse familja ime, është atë dheu im. Atëherë këta gjemë këto vajza, që dhanë jetën, këta gjemë që janë burg, e kanë barak një zotëri, kanë bërë gjenë më të shtrejtë, e kanë dirë gjakun, kanë dhanë jetën dhe kanë humbë lirinë. A shqiptar që tha unë kam humbë lirinë përkohësisht. Por liria e Kosovës është shpresisht, tha dhe George Bushi. Sot pavarësi për Kosovën, nesër është vonë. Tha dhe Bill Clintoni. Realizova, tha, një lutje të Nën Terezës, e cila në momentet e fundit jetës saj i tha bëni diçka për kombin tim. Dhe po shkoj te varri, tha, dhe po i them, unë ta kreva manetin, tani është koha të lutesh ti për mua. Pra kur këta figurat shura botërore japin kontributin, apo Toni Bleri, që i tha do korrigjojmë gabimet historike të historisë vetan. Dhe tani gjithë këta kanë mbështetur luftën e UÇK-s, këta e kanë bërë luftës, këta kanë sakrifikuar. E di zotëri sa gjaku është derë për të shem kufirin? A ka gjë me tur për ne shqiptarët që ende kemi një kufi mes shqiptarëve, kemi heqë një kufi të vjetër, kemi një kufi të ri, e kufi taks. A ka gjë me të shëmtuar? A ka gjë me të shëmtuar se sa të sulmosh sot ushtarët e ushtrisë shlimtare, që kanë dhënë gjën me të shtrenjtë, jetën. Ato ajkunat e Kosovës kanë humbë gjemë të tyre me të shtrenjtë. Jo nga një, po edhe nga dy nga tre, kanë humbë gjemë të tyre pra. Zgan, kush janë politikanët shqiptarë që nuk njohin këtë kufi, do të thoja, midis luftës së brendshme politike dhe asaj se çfarë simbolizon? Pani një pyetje shumë interesante. Pra, këta të etur për pushtet ngatërrojnë çështjen kombëtare me pushtetin apo me politikën e çastit. Sot, zotëri, po diskutohet, është e drejtë lufta apo s'është e drejtë lufta? Dhe nëse gjemë të UÇK-s dënohet historia, po e theksoj, afirmosen nga mbëjesh, më thaçi. Shumë vërtet. Po, a kishte burr më të madh se sa Ibrahimović? A ishte presidenti? Burri i madh ka qenë ai dhe shumë pak e njëjtën në Shqipëri. Dhe kur shkuan zotëri, kur shkuan në Ramboje, Ibrahimović tha kryetar komisioni Hashim Thaçi. Po. Kryetar i grupit, i delegacionit. Hashim Thaçi. Pra, ky është burrstetësi, po këta çlidhe kanë me burrstetësi. Dhe në asnjë moment nuk bënte përplasje. Gjithmonë i shmangte. Asnjë moment. Afirmosi zotëri kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj. Shumë e vërtet. Madje në ato çfarë kam lexuar. Ashpalli ditëzie. Ramushi ka qenë i vetmi që sa ka ndodhur lufta sepse ka qenë tensionuar, ka dalë pro. Shiko, ai ishte burr gjenel. E kuptoj shumë mirë, sepse Ramushi ka qenë nga të vetmi. Flasësh sot dy familje janë emblematike zotëri. Familja Jasharaj dhe familja Haradinaj. Po. Nëse thyheshin dhe Haradinajt, si që ekzekutuan kolektivisht Jasharajt, edhe 20 vite do shkonte lufta më pas. Falë Zotit, e qëndresës tyre, e mbështetës atyre që i mbështetën, Haradinajt ja dolen të qëndrojnë. Dhe eci me shpejt pastaj çlirimi i Kosovës. Dy familje janë, pa i theksoj dhe dy familje emblematike nga Kosova. Janë Jasharajt dhe Haradinajt. Dhe pastaj pati Ramushi dy në burg, Tauti në burg. 3 vëllezër në luftë, zotëri. Dhe i pari që ka thyer kufit midis Kosovës dhe Shqipërisë është Luan Haradinaj. Po, e di. A e din të? Dhe vargjet lapidare të Ilir Shaqirit thotë gojën e kufirit e shkull si dhe mballën mbi krateret vulkanit gjali e hedh vallën. Gjoksi i Luanit, një qiell me fortuna, bëhen buna, bëhen bashkë e rrjedhin tokë, drini edhe buna. Ka gjë më të bukur? Pra vepra e Luan Haradinajt. Dhe Ramush Haradinaj 4 orë
e ka marrë mbi shpinë, mbi shpinë. Dhe pastaj vrasja e Shkelxhenit. Edhe Shkelxhenin në shpinë e ka marrë Dauti Ramushi. Pastaj vrasja e pabesë e Enverit. Ibrahim Gova shpalli 3 ditë zije, se ishte një vrasje për ta futur në Kurth Kosovë. Në Kurth Kosovë dhe kjo dhe ka qenë qetësia Haradinajt. Qetësia Haradinajt, unë kam qenë vetë aty. Unë nuk kam qenë, por e kam të lexuar dhe kam të Zotri, unë thashë modest ku nuk kam qenë. Dakor, e vërteta e mund që e vërteta është kjo dhe vetëm e vërteta të bën të lirë. Sot ne jemi të lirë, flasim të vërtetën, të falenderojmë ty, ato media që na ftojnë ne për ta përcjellë te publiku. Edhe unë falenderoj miqtë e mi që e kanë bërë këtë. Edhe miqtë tu që të kanë mbështet, unë kam një marrëveshje me ju gazetarët. Në momentin që unë kapem në rren, nuk dalë më në medias. E di këtë ma ke them, ma thuaj prapë, se ma ke them, po. Sepse sot po hume të vërtetën, po të vdiq fjala, ke vdekur. Mos ta theksoj edhe njerë. Ka vendin që ka vjone, është mos të vdek të fjala. Unë fjallën do të them me çdo çmim, por fjala ka çmim. Një mesazh të fundit Azgan, mi që fjala ka çmim, një mesazh të fundit, duke qenë se po shkojmë drejt fundit për zhvillimet politike dhe çfarë duhet bëjnë. Mesazhi i parë, se do të kemi një mesazh, ke gati 4 minuta për të më përmbledhur. Po mu zgjate pas 4 minuta, se më duhen 4 minuta fare. Okej, 2 minuta. Tetor janë zgjedhur Kosovë. Thirrje. Drejtori aty. Thirrje shqiptarëve. Thirrje shqiptarëve. Voto opozitën shqiptare. Tani është pikpyetja me shqiptarët, me Amerikën, me integrimin, apo me sovranitetin falës të Albin Kurtit. 2. 19 tetor. Është dita e lumturimit Nën Terezës. Dhe Nën Tereza vjen nga Shkupi. Babai Nën Terezës, Kolbi Haxhiu, është helmuar nga shërbimet slave se ka kërkuar që gjua shqipe të jetë gjuhë zyrtare. Ndërkohë sot Albini, Bickovski kërkojnë të heqin gjuhën. Pra vota në Maqedoni të Veriut të jetë për koalicionin evropian të integrimit, për BDI-n, për simbolin e luftës Ali Ahmetin. Pas 19 tetorit do të jemi në studio bashkë për disa mesazhe të tjera. Për aleancën për shqiptarët e kanë në kuptuar ato. Po sigurisht aleanca për shqiptarët, po aleanca e shqiptarëve për integrim. Ato njerëzit se do vend kërkojnë Ali Ahmetin për përgjegjësi e më. Aleancën e shqiptarëve janë Ali Ahmeti. Po, shpjegoja se i fiksove BDI-n edhe janë disa parti politike. Kryetari i këtij koalicioni është Ali Ahmeti. Dakor, kryetari është, por aleanca për shqiptarët është koalicion. Po, aleanca e shqiptarëve për integrim. Kështu që po, aleanca evropiane për integrim. Po, ajo është. Po, kjo është fronti i përbashkët dhe unë shpresoj që ka ardhur koha që me votën tuaj të vendosni për shqiptarizmin. Sot është pyetje shqiptarizmi, jo politika personale askujt. Azgan, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e emisionit dhe që erdhe për herë të parë në studio. Ne do të kemi mundësi të besoj diskutojmë për çështje të tjera që janë të rëndësishme për opinionin publik, si ish deputet i Partisë Demokratike, si njeri i cili keni kontributin tuaj në jetën publike shqiptare, ne do të kemi mundësi të diskutojmë dhe të flasim për çështje shumë të ndryshme. Shumë faleminderit Rariteje, unë të dhash fjalën, të kthejnë edhe fjalën edhe nga Tropoja. Fjalën edhe erdhe nga Tropoja që është për mua dhe unë e vlerësoj jashtë masë. Sepse është shumë e rëndësishme ardhur është e sigurt. Edhe unë të falenderoj shumë, edhe faktin që erdhe nga Tropoja drejt. Faleminderit shumë edhe i përshëndes gjithë teleshikuesit tuaj, edhe herë të uroj suksese. Misioni juaj është mision i rëndësishëm sepse sot thashë po pengohet në fjala e lirë. Përçimi i fjalës të publike është shumë e rëndësishme. Shpresoj që të kemi edhe njerëz të tjerë që të kontribuojnë për përcjelljen e fjalës të publiku. Pastaj gjykatësi është gjykatësi popull. Azgan, të falenderoj, të dashur miq, duke ju rikujtuar dhe njerë që mund gjeni librat në bibliotekë të Azgan Haklajt. Vështrim historik analitik rreth shtetkombit shqiptar dhe Jam Dardani Malcis Gjakovës, që mund të gjeni dhe në bibliotekë nga unë Ermal Peçi, miru pafshin dhe do të shihemi. Me që gjemi të Jam Dardani Malcis Gjakovës, se ka në interes edhe dëgjuesit. Kjo është një libër shkencor, është një dosje që ka rreth një vit e sa që është dërguar në bashkinë e Bajramçurit, në bashkinë e Tropojës tashmë. Po, bashkinë e Tropojës. Dhe kërkesa është Akademisë Rëndet tona dhe të shumë personalitetet e tjera për kthimin e identitetit, fillimin e bashkimit kombëtar për heqjen e emrit slav të Tropojës.
dhe vendosjen e emrit Malësia e Gjakovës. Malësia e Gjakovës. Të falenderoj Azgan. Të dashur miq, subscribe, shpërndajeni në diasporë edhe në Shqipëri. Mos u largoni nga antena, pas pak do të jeni me formatin e emisionit pa emër, ku do të keni perspektiva të ndryshme të ngjarjeve dhe të zhvillimit në aktualitetin politik shqiptar. Subscribe dhe nga unë Ermal Peçi, mirupafshim. No, me ne no.